A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të bekuar. Na bëf Zoti dhe neve prej tyre, amin. Ejmain salihin siddiqin ulaika rafika. Kësaj radhe do të trajtojmë një temë mjaft me rëndësi, e cila titullohet Pse muslimanët duhet të ndryshojnë. Një temë e cila më ka brengosur shumë kohëve të fundit, jo vetëm mua, po shumë studiues dhe shumë shkencëtar të ndryshëm dhe akademik, të fushës së librit dhe dijes dhe hulumtimit dhe shkrimit. Pse muslimanët duhet të ndryshojnë? Ata duhet të lexojnë më shumë. Deri kur do të qëndrojmë duke i lënë me njanë dijet, librat, bibliotekat. Do të marrim shembull historinë e Islamit në të kaluarën kur në Bagdad kishin bibliotekën më të madhe që ekzistonte ndonjëherë. Do të marrim shembull universitetin e parë të njohur Fatimetu Zehra, pastaj universitetin e parë të njohur Al-Azharin, një universitet prestigjioz që rriti shumë dietarë dhe burra dhe njerëz të ditur që i dhanë kontribut mbar botës. Pse muslimanët duhet të ndryshojnë? Muslimanët duhet të shkruajnë më shumë. Muslimanët duhet të bëjnë zbulime shkencore më shumë. Muslimanët duhet të prodhojnë laboratore të cilat të merren me vrojtimin e studimin e industrinë dhe fizikën, botanikën, algebrën, sepse vetë fjala algebër, pra vetë studiusit të ndryshëm, musliman të ndryshëm, që ishin zbulusit e 1001 zbulimeve botërore që sot ja dhanë mbar botës dhe sot mbar bota punon me këto 1001 zbulime. Pse muslimanët nuk duhet merren me detaje të kota? Pse muslimanët sot pra nuk duhet merren me gjëra që s'kan peshë dhe s'kan vlerë? Muslimanët duhet ju kthehen universiteteve, duhet ju kthehen katedrave dhe studimeve, sepse kështu Islami na mëson. Kurani, fjala e parë që zbriti ishte Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Si ka mundësi një musliman që fal 5 kohët namaz, nuk e lexon s'paku një libër në javë? Si ka mundësi një musliman që i drejtohet Allahut si Zot i gjithdijshëm të jetë i padijshëm, të jetë ignorant, të jetë i pakulturuar, të jetë i paedukuar? Nuk e pranojmë këtë lloj muslimani në bashkinë tonë, sepse vetë Kurani nuk e pranon paditurinë. Me qindra ajete flasin për diturinë. Allahu thot në Kur'an: "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Pra nuk mund t'i krahasojmë asnjëherë. Si ka mundësi një musliman që nuk shkon të kryej fakultetin e mjekësisë, nuk shkon të kryej fakultetin e fizikës, fakultetin e matematikës, inxhinierisë kompjuterike, robotike, deri kur muslimanët do të qëndrojnë analfabet të pashkolluar, primitiv, deri kur muslimanët do i lanë pra fëmijët e tyre pa arsim. Ky nuk është musliman, pra kjo nuk është fytyra e Islamit ose e muslimanëve. Fytyra e vërtetë e Islamit është shkenca. Fytyra e vërtetë e Islamit është mjekësia. Fytyra e vërtetë e Islamit është zhvillimi. Fytyra e vërtetë e Islamit është pra zhvillimi, jo prapambeturia, jo zënkat, jo konfliktet, jo gjërat e kota dhe boshe dhe të detajshme leshatuke, por gjërat të cilat janë me peshë dhe me vlerë në shoqërinë tonë. Hapja e kurseve, universiteteve, hapja katedrave, kështu na mëson Kurani të lexojmë në tren, të lexojmë në autobus, të lexojmë në aeroplan, të lexojmë në stolat, në ulset ku jemi në shtëpitë tona, të kemi biblioteka në shtëpitë tona. Të gjithë ne duhet kemi biblioteka në shtëpitë tona.
që fëmijët tanë të rriten me fshfërimin e shfletimit të librave. Nuk mund të përparojmë si popull me pa dituri. Pa lexim, jemi një popull i humbur, jemi një popull në rënje, jemi një popull në rrënim. Sepse leximi e vret pa diturinë, leximi e këndell mendjen, leximi na ngrit dhe na jep fuqi, na bën potencial. Sepse është fjala e parë që zbritin Kur'an. Fjala e parë, apeli numër 1 që ishte të dim, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ta dish pra, tha, duhet të dish se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet vetëm një Allah, pra Zoti ynë Allah. Po i thot pra birit Ademit, ta dish pra, të jesh i ditur. Dija është gjë e humbur e besimtarit. Ku do ta gjej atë, le ta marr atë. Dituria është gjë madhore. Dituria e ngrit njeriu. Dituria e ngrit njeriu në shkallët të larta. Dija duhet të jetë një dije dobishme, dije që i shërben njerëzimit, dije që ja rregullon jetën njeriut dhe faktorit përreth. Sot shumë të ri e humbasin kohën me lojra të kota, me zbavitje të ashtu quajtura argëtime të pavlefshme. Disa prej tyre fatkeqësisht kanë rënë prej alkoolit, drogës, prostitucionit, muzikës shfrenuese, degeneruese, brutale. Shumë pak të ri i shohim nëpër biblioteka, shumë pak të ri i shohim me libra në dorë. Dhe tek popujt e zhvilluar, të cilët popuj kanë akademi, të cilët popuj kanë biblioteka, të cilët popuj kanë industri, i shohim rininë e tyre me libra nëpër dorë, duke diskutuar tema të cilat janë favorin e njerëzit. Udhtonin në vendet në zhvillim, të rit i shehnin në tren duke lexuar, të rejat i shihnin në tren duke lexuar, në autobus, në minibus, në kombibus, në park, në lulishte, në vende të ndryshme, duke kryer kurse avancuese. Keni shumë të vjetër të moshuar që në moshë të thyer merret me ndonjë studim. Dhe jo të jetë i ri sepse ka të ardhmen përpara. Ndaj, le ta di njeriu se çfarë ka përgatitur, thot Zoti në Kur'an. Le ta di njeriu se çfarë është duke përgatitur, sepse do të japim përgjegjësi para Zotit edhe për kohën tonë, se si kemi shfrytzuar atë kohë, si kemi kaluar lulën e rinisë tonë, çfarë zbulimesh kemi bërë, çfarë punësh kemi bërë, do të japim përgjegjësi para Krijuesit, para Allahut xhaleshanhu, Zotit të madhërishmit, pra Allah te bareke wa taala amma yushrikun. Kërkoni diturinë nga djepi gjerë në varr. Hulumtoni, studioni, merruni me fushën e shkencës dhe inovacionit. Mos qëndroni duar kyçur. Mundoni të zgjidhni problemet dhe enigmat të ndryshme që ju rrethojnë. Mundohuni të promovoni vlera. Mundoni që të rinjt dhe të rejat tuaja të shtini të mësojnë gjuhët e huaja, të integrohen në shoqëri, të integrohen në zbulime të ndryshme shkencore, të jenë matematicien të mirë, të jenë fizicien të mirë, të jenë tekstshkrues të mirë, gramaticien të mirë. Kështu ishin përpara muslimanët kur e rrokën seriozisht dhe ju qasën seriozisht Kuranit. Dhe e bën Kuranin si moto frymëzuese për të arritur zbulimet të mëdha shkencore. Prandaj, si i famshmi Hafiz Ali Korça ose Hasan Tahsini, të cilët nga hafuzllar dhe studiues të Kuranit u bën gramaticien, shkencëtar, fizicien dhe u thelluan në fushat e shkencës dhe e promovuan shkencën deri në katedrat e Austrisë, Gjermanisë dhe vendeve në zhvillim e sipër. Kështu që dhe ne si musliman duhet të ndryshojmë. Është momenti të ndryshojmë. Të rikthehemi dijes, të rikthehemi dashurisë, unitetit me njëri tjetrin. Zoti thënë Kur'an: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bashkohuni me një tjetrin dhe mos u përçani, bashkëveproni në punë të mira dhe ndaloni nga e keqja.
Dhe e keqja më e madhe është ignoranca, padituria. Vendet të cilat ka ignorancë dhe padituri, aty ka rënim, nuk ka zhvillim, nuk ka përparim, nuk ka pra asnjë lloj perspektive. Prandaj perspektiva është në dorën tuaj. Lexoni, promovoni, ndërtoni, zhvilloni, sepse kështu do t'ju doj Perëndia, Zoti i Madhërisëm, Allahu xhaleshanuhu. Prandaj ne duhet të ndryshojmë. Është momenti të ndryshojmë, është momenti të lexojmë, është momenti të studiojmë. Ju falenderit për këto çaste që i ndam së bashku. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.